Do të flasim sot për një botim që unë personalisht do të quaja të guximshëm pasi flet për vetitë e shqiptarëve, thashë themet, emigracionin, veset tona, e trajton temat aktuale të shoqërisë sonë shqiptare. Është pikërisht ky libër, Psikologjia shqiptare, e shkruar nga autori vet, të cilin e kam të ftuar në një intervistë, Kledi Rama. Kledi, faleminderit që ke pranuar të ftesë për intervistë. Faleminderit edhe ju për ftesën. Si fillim doja të pyesja, nga ka lindur, nga ka marrë kjo indicie për të shkruar pikërisht të libër? Atëherë, ky libër ka ardhur spontanisht nga temat e përditshme, nga problematikat e përditshme, pasi vetë është i zhanrit publicistik, e i përfshin të gjitha arsimin, ka tema që trajtojnë edukimin e fëmijëve, emigracionin siç e përmendët ju. Ka tema nga më të ndryshme, çdo gjë, nëse lexon çdo temë ka diçka të veçantë dhe secili preket nga pak në libër. Pra këto tematika kanë ardhur në perceptimin tuaj apo ke marrë edhe mendimin e të tjerëve, domethënë Jo, si e shikojnë? janë mendime të gjitha origjinale, si të themi. Okej, domethënë gjithë fenomenet që ju keni vërejtur i keni shpalosur në këtë libër. Po, e kam trajtuar sipas mendimit tim, por kjo nuk do të thotë se është pikërisht ashtu siç e kam shkruar unë. Janë mendimet e mia. Pjesë e shkrimit, ku ka nisur? Ku ka lindur? Me të drejtën që i vogël, më ka pas pëlqyer të shkruaja poezi ose hartimet që aty kanë qenë fillesat e para që bënim në shkollë. Ky shkrim, Psikologjia shqiptare. Pse psikologjia shqiptare? Çka ke dashur të thellohesh? Çfarë do t'i transmetosh lexuesit E shqiptar? gjithë ideja ka qenë për ta përgjithësuar psikologjia shqiptare në kuptimin që se si ne i mendojmë gjërat, si ne duam t'i bëjmë gjërat, se si ne shqiptarët i shikojmë gjërat. Përtej këtij libri, ju keni pasur edhe shkrime të mëparshme apo keni hulumtuar në rrjetet sociale, jeni përpjekur ta nxirrni në pak të dëshirën për t'u shprehur për këto fenomene sociale? Po, përpos librit më përpara kam pas botuar disa poezi të ndryshme te gazeta Telegrafi, tek Pena Shqiptare. Kam shkruar edhe një shkrim i cili është i përfshirë në libër Mosik tek portali Kult Plus. Domethënë, këto ka pasur botime të vogla më përpara se të vinin tek libri. Si ka nisur procesi i shkruarit këtë libër? Si ndodhi? Nëse mund të kujtosh sekuenca që ke thënë që dua ta shkruaj, dua ta shpalos. Nuk di, e kam pasur si dëshirë që mendimet e mia t'i ruaja ose t'i shkruaja diku. Kështu që i shkruaja, më përpara i shkruanim në fletoret e dikurshme, tani në ThinkPad ose te Notepadi i ruaja aty mendimet edhe pastaj i përmbledh që jap një Cila nga tematika në këtë libër të prekin dhe ty personalisht, që i ndjen në mënyrë pasionante? Temat që kanë të bëjnë me fëmijët sidomos, me rritjen e tyre, me edukimin e tyre, me arsimin, pasi arsimi jonë është çalon shumë. Në kuptimin se nuk janë fokusuar tek edukimi i fëmijëve, por vetëm të mësojnë mbledhje, zbritje, shumëzim, pjesëtim. Këtyre u mësojmë vetë fëmijëve ne. Fëmijët duhet shkolla të krijojë mundësi që të shkojnë si klasa, të takojnë fëmijët e tyre, bashkëmoshatarët e tyre në një jetimore, të çojnë në një azil, të çojnë në stadium, të organizojnë. Pra, fëmijët i prekin vetë problemet e hallet e përditshme. Dhe jo çdo gjë t'ua japim gati, edhe ato pastaj nuk rriten me ndjenjën e humanizmit. Për t'i shtuar kuriozitetin lexuesve që nuk e kanë prekur të pjesën e librit, që ju përdorni dhe satirën për të trajtuar këto problematike shoqërore. Çfarë mund të na thoni, si e keni prekur ju pikërisht të problematikën me të miturit, që nuk kanë kujdesin e duhur në arsim dhe në edukim? Atëherë, e kam prekur në mënyrën, është një temë e cila thotë mos më tregoni përralla, por mësojini fëmijët, mësojini që të mos e hedhin letrën në tokë, mësojini fëmijët se dhjedhja nuk është zotësi, mësojini fëmijët që të respektojnë të tjerët, pra mësojini me humanizëm. Pastaj ato të vetat i kanë fëmijët të rinë gjithashtu do bëjnë, si themi, prapësitë e tyre. Por e rëndësishme është të rritim njerëz human, të rrisim njerëz që respektojnë tjetrin. Ne kemi parë se çfarë po ndodh në shoqërinë tonë, po vriten fëmijët pa e patur problem fare, pa u menduar, nuk e mendon fare nëse ai përballë është njeri apo çfarë është. E vrasin njëri tjetrin pa kur fare droje. Përpos
trajtimit të fëmijëve. Duke shfletuar, vura re që ke trajtuar edhe etapa të tjera të jetës, pra të qenurit një i rritur. Ke folur dhe për gruan, edhe madje dhe shoh që në fillim të librit ke bërë një dedikim nënës suaj, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen që të ka dhënë. Çfarë mund ta thoni për rolin e gruas në këtë libër? Normalisht gruaja është figura qendrore e familjes, po nuk respektua nëna e fëmijëve, pastaj çfarë kuptimi ka? Ne, sidomos meshkujt, nuk kemi pse të tregojmë forcën me femrën, me nënën, me vajzën, ose vajzat prindrit i shikojnë vajzat si plastelin, i urverojnë të bëjnë si duan ata, nuk i lënë të lirë, u shtypin mendimet, ndjenjat, duan ta drejtojnë jetën e tyre, si thosh. Çfarë mund të inspirojë tek lexuesi shqiptar? Kur shikon psikologji shqiptare dhe sheh që ke trajtuar edhe çështjet që kanë të bëjnë në ambientet e punës, ose në marrëdhënie me njerëzit, me pror, me koleg, domethënë në çfarë do lloj fushe, ti si e ke trajtuar? Çfarë ke dashur të transmetosh? Do të thotë që ne duhet të jemi të lirë në radhë parë, duhet të kemi unin ton, nuk kemi pse të kufizohemi nga të tjerët, të kemi frikë të tjerët, por duhet ta shprehim mendimin ton, jo të kemi frikë. Plus, duhet të bëhemi njerëz të mirë. Mjafton që të jemi njerëz të mirë, i kemi shërbyer vendit ton. S'ka rëndësi të bëjmë diçka më tepër, mjafton të jemi njerëz të mirë. Shoh që ka dhe kapitull, do i quaja unë, titull, që flasin për konspiracionet. Jo, po pandemia do i quanit, disa konspiracionistë do i quanin, koronavirus, konspiracionet. Çfarë? Ç'është ky interes? Tani, nga pandemia jemi prekur të gjithë. Nuk është se ka mbetur besoj njeri pa u prekur. Te koronavirusi, ne si shoqëri në fillim e trajtuam në mënyrë humoristike, nuk ka gjë, nuk ndodh gjë. I mbanim ato maskat thjesht si bilet hyrje ose dalje në për markete, në për qendra tregtare. Dhe këtë kam sill, kam prekur këtë në mënyrë ironike që ne nuk marrim asgjë seriozisht. Si shoqëri. Shumë e bukur kjo. Domethënë nuk e kisha parë në këtë perceptim. Të prekin pjesën e patriotizmit. Ju e keni cilësuar patriotizëm mbrapsht. Pse mbrapsht? Është i mbrapsht sepse ne mendojmë se muzika greke mund të na bëjë dëm, se rrobat turke mund të na bëjë dëm, ndërkohë që harrojmë se nga vim, nga janë rrënjët tona, ne duam apo nuk duam, ne jemi të lidhur me fqinjët tanë. Nuk mund të dalim neve tani të themi ne, nuk pyesim për Turqi, nuk pyesim për Greqi, nuk pyesim për këtë, nuk pyesim për atë, kur vetë jemi shumë dobët në të gjitha fushat. Si ekonomike, si ushtarake, si shoqërore. Besoj se e keni reflektuar edhe me raste konkrete këtë që keni konstatuar tek patriotizmi mbrapsht. Besoj se edhe tek pjesa që keni cilësuar që jo po në ndeshje vetëm bëhemi patriot. Ne kur shkojmë në stadium jemi patriot të flakt fare, por në rrugë therremi me njëri tjetrin, vritemi me njëri tjetrin për një fjalë goje. Siç e preka më parë, patriotizëm është sikur edhe atë letrën të mos e hedhësh në tokë, ta hedhësh tek vendi i caktuar. Kjo do të thotë bësh gjërat vogla duken, por janë gjëra të mëdha për vendin. Si e keni menduar ju që mund të përcjellet një mesazh frymëzues tek të rinjt që e lexojnë këtë libër? Atëherë, së pari duhet të kenë guximin që të ndjekin ëndrat e tyre, të mos stepen nga asgjë çfarë kanë përpara, sepse ata po marrin rrugën, po shkojnë jashtë, si të themi me duar në xhepa, pa asgjë, e po e ngrejnë jetën. Ndërsa këtu në Shqipëri, duke pasur shtëpinë, duke pasur njerëzit e tyre, kanë frikë ta ndërtojnë jetën. Kanë frikë që të kërkojnë të drejtat e tyre. Për gjithë lexuesit që janë të interesuar për krijimtarinë tuaj, çfarë mund të na sillni në vazhdim? Çfarë zhanri do trajtoni? Për momentin kam 2 libra që janë të gatshëm me poezi, thjesht sapo të vi momenti i duhur do t'i botoj, por më tepër jam i fokusuar tek romanet edhe tek publicistika. Shpresoj që shumë shpejt ta nxjerr, ta botoj, sapo të piqen kushtet, do e fusim furr edhe të dalë. Falenderoj shumë Kledi sepse
je gjithmonë i mirëpritur edhe për krijimtarinë e mëndonshme që të trajtojmë e të diskutojmë më thellë këto vepra. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.